Thjeshtësia arritjes së suksesit është aq e thjeshtë sa që shumica e njerëzve nuk e besojnë, por vazhdimisht e praktikojnë, qoftë me vetdije apo pa vetdije. Pra, ripërsëritja është zemra për kushtimin. Kur duket se lodhja triumfon, aty lind fuqia e vërtetë. Në guximin për të nisur sërish, për të përmirësuar, për të besuar në vetvete, çdo hap i vogël, përsëritje pas përsëritje ndërton ëndrrën që nuk do të shuhet kurrë. Suksesi nuk vjen nga një përpjekje vetme, por nga përkushtimi i vazhdueshëm për të ripërsëritur dhe përmirësuar çdo ditë. Çdo përsëritje është një hap drejt përsosmërisë, sepse fuqia e ndryshimit qëndron në vazhdimsinë e punës. Kështu që mos u ndalni se fjalë populli thot, pika pika mbushet pusi. Ju falenderoj dhe mirupafshim në vitin e radhës.